vendbanimi I parë I Vendbanimi njeriut. po. Edhe kur të Që kjo shkojnë është- në xhenet, Po. I duket sikur të ka vend vet. vend vet. Po, sepse Ademi alayhissalam u kriju dhe domethënë filloi me jetu në xhennet. Praktikisht kjo dunjë nuk ka venion. Ja. Andaj ka thënë pejgamberi alayhissalam, jeton në dunjë si gurbetçar. Edhe andaj unë e tham shpesh këshillat e mia, mas mirë ti duhet me kuptu se kjo botë është kalimtar gurbetçari. I cili shkon për shembull në gurbet, edhe nuk I shkon menja me met për gjithmonë aty. Shkon, po menja I rin vazhdimisht kthehet tek shtëpia e vjetër e vetja. Ai bën pallat atje. Vozit Porsche, Lamborghini. Ama malli e merr me arte Gazibaba. Me arte Serova. Me arte shtëpia e vogël që e ka pas ku ka rrit me babën dhe nanën e vet. Edhe besimtarin e vërtet shpesh herë e merr malli për me shku në xhennet. Dhe andaj besimtarët e devotshëm, sidomos ata të më shumt, nuk kanë momente të frikës për vdekjes. Të devotshmit më shumë. Veç ata fillon me thonë, ka që pat kjo botë, tash e kemi kohën me kalu me shku në ahiret. Allah na mësoft inshallah.